Është ndar nga jeta në moshën 75 vjeçare lahutari i njohur i Malësisë së Madhe Jonus Delaj, një nga figurat më përfaqësuese të rapsodisë shqiptare dhe të trashëgimisë kulturore kombëtare. Për të çdo varg ishte një amanet e deri në frymën e fundit nuk e lëshoi lahutën, të cilën e kishte frymëzim dhe dashuri të pazëvendësueshme. I lindur në 24 prill 1950 në Niksh të Kelmendit, Jonus Delaj i kushtoi mbi 6 dekada të jetës së tij lahutës dhe këngës epike. Ai nisi rrugtimin artistik që në moshë të hershme, duke trashëguar instrumentin nga familja dhe duke u rritur mes traditave të forta të Malësisë. Gjatë karrierës së tij të gjatë, i këndoi historisë së Malësisë së Madhe, një treve me figura heroike dhe ngjarjeve që kanë formsuar identitetin kombëtar shqiptar. I frymëzuar nga vepra lahuta e Malësisë e Padër Gjergj Fishtës, Delaj u shndërrua në një prej ruajtësve më të përkushtuar të ciklit të kreshnikëve, duke u vlerësuar gjërësisht si një njohës i thellë i lahutës. Ai ishte autor dhe interpretues i 10 këngëve kushtuar figurave historike si Oso Kukaj, Sa Buletini, Ali Pash Gucia, Prek Cali, duke sjellë përmes lahutës historinë dhe krenarinë e trevës që ai përfaqësonte. Jonus Delaj mori vlerësime në festivale të shumta, kombëtare dhe ndërkombëtare, nga Ohri deri në Venecia, duke e promovuar më së miri kulturën shqiptare në skenat e botës. Një ndër kontributet më të rëndësishme të tij ishte angazhimi për përfshirjen e lahutës në UNESCO, një arritje që do të konkretizojë dhjetorin e vitit 2025. Me ndarjen e tij nga jeta, Shqipëria humb një nga zërat më autentik të traditës, një ikonë të lahutës që i këndoi historisë dhe identitetit kombëtar deri në frymën e fundit.